رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب Gjithashtu këtu do na tregon diçka që thënë ndi. Këto gurë që janë aquí posisht tregon për llojin e gurëve të cilët përbohet me dinja. Për shkak se thot Medinja është rrethuar me vulkane. Dy vulkane, domethënë një verior edhe një të lindjes. Për këtë arsye domethënë tregon se çfarë lloji, çato fotografitë të cilët janë 250 kilometra, domethënë që kjo është nga Medinës, 250 km. 250 km domethënë që është afër Medinës. Sot siç dihet, a kupton se ka shumë vulkane. Mirë po disa vulkane janë të qeta që të cilët nuk janë ngrit. Ibrahimi vulkan që ka ndodhur më safi para 850 vjetëve afërsisht. Që ka ndodhur në vitin 650 të Hijretit. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka me dal një zjarr që tregon Busra kur ishmi në Sham. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me dal një zjarr që ka me ndriçuan edhe qafat apo pallatet e Busras. E thotë kjo ka ndodhur në vitin 650. Kur ka dalën, a kupton ki vulkan i madh, edhe a drejtu drejt me orë Medine. E kur ka drejtu drejt Medine, Medinasit, banorët që ka cilët kanë banuar Medine janë frikë për këtij, a kupton vulkanit. Për këtë arsye janë penduar te Allahu Azza wa Jall, kanë lutur prej Allahut Azza wa Jall që Allahu t'ia largon, edhe ai automatikisht domethënë ai vulkani duke ardhur ndan di pjesë. Njëri ka shku ka veriu, e tjetri ka shku ka lindja. Për ata, kupton, këto dy vende janë që i thojnë Harra Sharqie dhe Garbie, dhe më thonë njënja është e perëndimit dhe njënja e lindjes, që dy vende që ka përfunduan ai vulkani në ato vende dhe banorët e Medinasit kanë shpëtuar prej kësaj belaj, prej kësaj prove. Që kjo kupton do të thonë tregon e këto janë gurë të cilët kanë pasisht këto janë gurë të cilët gjenden këto, kupton do të thonë Medine. Do të thonë Medina disa kodra kanë sikur si kjo që kjo është ki guri, ka altan, ka dukat në ta, edhe bakër. Sikur që shpesh një, të thonë prej çmirësive, të kupton që Allahu Azza wa Jall edhe gurë të kupton disa kodrave të Medinës i ka bën me altan. Shpeshim në fshekë si arrita, ka verdha, kupton, kjo është të më thonë që dukat edhe regjen. Gjithashtu kupton që gurë ka disa kodra të cilët janë të përbën prej mermeri. Do thonë ka mermer. Do thonë pasuni që Allahu Azza wa Jall ja ka pranuar lutjen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që thotë jam lutën për Medinën siç lut Ibrahimi alayhis salam për Mekën. Dhe Allahu Azza wa Jall ju ka pranuar edhe doan e Ibrahimit, edhe doan e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirësitë edhe të mirat të cilët i posedon Medinë. Që është një kopje e Kurani Kerimit, mushafit të parë të Hazreti Uthman ibn Affanit radiallahu ta'ala, që e ka tubu Kurani Kerimin, dhe më thonë me një mushaf. Edhe kja është të kupton shkrimi që a shkrujtën në atë kohë. Ajo që cilë akod originali gjindet në Istanbul. Kja është një kopje e originalit, dhe më thonë që Kuranit që i tuhet mushafi Uthmanit. Për shkak se Uthmani afrigën humbjen e Kurani Kerimin, pasi që janë vrarë dhe kanë humbën shumë hafiza. Për këtë arsye dhe më thënë i ka tjobu musliman dhe e kanë mbledh, e kanë tubu Kurani Kerimin, musafin. Pra kush lexon tash Kurani Kerim se vapët i shkojnë, gjithashtu dhe Uthman ibn Affanit që ja bon sebeb dhe ne ka tubu dhe ne ka rujt Kurani Kerimin. Kja do me thonë shkrimi në atë kohë të cilën në kupton e kanë shkujtën sahabët dhe e kanë tubu dhe e kanë rujtën musafin. Dhe dhe si peqim në ja kupton shkrimi që ka qenë, është shkrimi vjetër. Për shkak se këto pikat edhe hareketet mas kanë dalë. Për këtë arsye thot nëse merr me lexu tash s'ke mundësi me lexu. Do thonë disa ndryshime që shifti që janë bën, kjo janë bën vitin e ditë të Hijretit, pasi që kibla është ndryshuar prej Kucit në Mekë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka lutur Allahut azza wa jall që Allahu akupton ta kthen ka Mekë, që mos përputhet me atë të cilën e pasisht e kanë thonë idhtarët e librit që futët dhe krishterëse, do të thonë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po falën çfarë drejtim që ne na fal.
Për këtë arsye Allahu subhanahu ka plotësuar dëshirën dhe ka kthy kiblën. Pasi që ka qenë aton Kakuci, 180 shkallë është kthy për Mekë. Dhe kjo derë e cila ka qenë kiton për me hi, është mbyll normal, dhe në atë vend është ndërtuar mimberi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fillimisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ligjëruan e ka pas një trung të hurmës që ja ngrit në ta, ka hip mbi ta edhe ka ligjëruar. E pastaj pasi që një sahabi që e quajnë Temim ad-Dari ka ardhur prej Palestine me nonën e vet, edhe kur ka ardhur në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë propozuar apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar që të ndërtohet një mimber. Dhe aja ka ndërtuar mimberin siç e pat me 3 shkallë. Ka hip pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën shkallë dhe në tretën është ul dhe ka ligjëruar. Kur ka hip para ditë ja ka nis trungu me çajt. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zhripën pi mimberi, e ka përqafu dhe ka thonë hesht, dhe ka hesht. Pastaj ka hip dhe ka thonë, mos ti kish na thonë që të heshte, do të kish çajtën deri ditën e gjykimit. Pastaj çat trungin e hurmës e kanë qitë pi xhamisë, edhe thuhet disa transmetime se e kanë vorros, domethënë e kanë shtin 10 dikun në Medinë, edhe mimberi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e kanë ndërtuar ka qenë Temim ad-Dari, kurse këtu që be shifni, domethënë që e kanë ndërtuar me 4 shtilla, faktikisht një lloj dhome apo një strehim për fukarat e Medinës dhe për ato udhëtar që kanë ardhur pi vendeve tjera, që s'kan pas vend banim apo kanë ardhur pi hijretit, por sa kanë ardhur, këtu kanë ngrohën, kanë pi dhe kanë nejnë. Njëri prej atyre ka qenë dhe Ebu Huraira, njëri prej sahabive që ka transmetuar hadith te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kurse gjendja tjetër kupton domethënë se ndryshimi i pjagje këtu është mbulu domethënë me dhe. Këto janë 3 dira, kupton që kjo erdha, kupton i cili ja ki pasisht mirën për shpjegimin, mi po ka qenë pa qefe tash erdha, alhamdulillah. القبلة كانت على بيت المقدس. Kjo është domethënë kupton kjo janë dhomë e Aishës. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë që kjo ka ndërtuar këtë dhomë, po thot edhe kjo është dhomë e Aishës, edhe që kjo kubja e gjelbërt gjendet mbi, a kupton, dhomën e Aishës. Domethënë në këtë kube gjenden di dhoma. Kjo i mbulon di dhoma, po di shtëpi. E mbulon shtëpinë dhomën e Aishës dhe dhomën e Fatimës, çikës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që kjo dera që quhet dera e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka një xhami nëpërmes asaj. Na. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'ka pas emër. Njëra kupton lindje, njëra perëndim, njëra veri. Dallimi mes agje dhe këtu thot për shkak kanë mbuluar këtë mënyrë, për shkak se agje ka deportuar shiu. Uji ka rënë në xhami. E këtu a kupton e kanë mbuluar që mos deporton, domethënë mos ti, a kupton shiu. Domethënë ndryshimi a kupton që kjo dera mbyll, këton aha që rënon pasi që kibla është kthik këtu. Prej fukarave të cilët kanë banu dhe kanë nejt këtu, Salman al-Farisiu, Bilali, gjithashtu a kupton kanë nejt ati, Ebu Huraira, dhe kështu. Për ata ku janë shtu muslimant, edhe xhamia faktikisht ka kupton e ngushtë si ka zonë këtë musliman dhe janë anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë çështje dhe kanë kërkuan që të zgjerohet dhe në vitin 7 të hijretit e kanë zgjeruar, e kanë xhanuar xhamia. Këto janë a kupton dhomat e nanëve të muslimanëve, grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. جميع الحجرات كانت في شرق المسجد النبوي. أي في Të هذا gjithë المكان. dhomat kanë qenë në anën e lindjes të xhamisë. Këto dhoma janë njoft me emrin e grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. بقية الحجرات كانت هنا ولكن دون معرفة أماكنها. Qertë dhomat, grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çati kanë qenë, çaton vetëm se këto nuk i kanë ndërtuar për shkak se nuk i din emrat, domethënë saktësisht të cila dhe në cilin vend ka qenë. Këto dinë saktësisht. عائشة Kjo ka qenë dhoma e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, ku gjendet a kupton varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekrit dhe Omerit. Unë e pyeta diçka si domethënë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është vorros Aisha prap ka jetuar aty. Thash cilën pjesë tonë, kupton domethënë se e ka nda me perde. Varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nda ku ka banu Aisha me perde. Ta do ta shpjegoj më gjithë. Kjo është domethënë dhoma e Aishës. Kjo është Fatimës, domethënë edhe pse s'ka qenë toka, ka ndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka deshti Fatimën që ta ketë afër, edhe kjo është dhoma e Fatimës, domethënë Ali ibn Abi Talibit çati. Kjo ka qenë, kupton dhoma e bashkëshortës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Saudas. عندما قدم النبي إلى المدينة كانت معه السيدة عائشة والسيدة سودة. خديجة توفيت في مكة. Siç e dim se Hadixha ka vdekur në Mekë dhe nuk ka ardhur në Medinë. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej hijretit prej Mekë në Medinë, i ka pas di gra. Njëra prej atyre Sauda
dhe pastaj është martu me Aishën. Aishën radiallahu ta'ala anha që to është martu, kurse me Saudën ka banun këtë vend. Serë që ja martu me një grua e ka marruën dhe më thonë një dhomë. Kja është a kupton dhe më thonë që dhoma e bashkortës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i kanë qujtë Hafsa e bia e Omer ibn Khattabit. هنا باب السلام. Këto është vendi i derës së selamit. Do të thonë burrat kur të vinë me i dhon selam pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur in pjegje, edhe vinë deri te çto është i vorrosën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ndalën te dhoma e Hafsës. Do të thonë te dhoma e Hafsës ndalën njerëzit, do të thonë çati kur ndalesh, çati është vendi që ka qenë i martuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Hafsën. Çati kur do ban me dritën, çati është vendi, do të thonë i dhomës së Hafsës. Kjo është dhoma e bashkotës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e kanë quajtur Zeynep e bia Huzejmës. Pasi që ka vdekën, domethënë di gra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kanë vdekën para se me vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njëra prej atyre va Zeynep bint Huzejmë dhe Hatixhe. Kur ka vdekën Zeynep, pasi që ka vdekën ajo në këtë vend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thonë e ka prun Ummu Selem. بقية الأزواج كانوا في هذا. Qertë gratë, të cilët gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë në të vend. Edhe forma e dhomave ka qenë. Këtu që përçet ja kupton të hapur për shkak se kanë ndriçuar me hon. Që ti ja kupton domethënë që هذا din. باب النبي صلى الله عليه وسلم. Kjo dera e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka një xhami. Fillimisht domethënë i kanë ndërtuar siç shihni ato me fije domethënë të hurmave, gjethe e pastaj domethënë pas një kohe i kanë ndërtuar në këtë formë. Se fillimisht nuk kanë qenë as me lloç, as me tullë. كان يوجد شباك بين السيدة عائشة والسيدة حفصة. Dritarët i kanë pasën karshi, dy ortakët, mes Hafsës edhe Aishës radiallahu ta'ala anha. يعني كان Do thonë atë që do më thonë që ngushta kanë qenë derisa si cila do thonë ka bisedu me tjetrën nëpërmes dritarës. Që kjo është kubja e jeshilt. Do më thonë kjo është kubja të cilën siç tham më herët, thotë që i mbulon dhomën e Aishës, që ku gjendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vorrosën e ta. عائشة. Pra çështo është, apo shihni atje? Dhoma e Aishës radiallahu ta'ala anha. هذه القبة الخضراء. A kurse kubja e gjelbërt atë që kaq. Do të ketë pjesë e mbulon. Atë pjesën do të thonë dhomën e Aishës edhe më shumë se sa dhomën e Aishës. أولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. Çati është vorri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pëlqej më nalt, apo shefni? نعم. ثم سيدنا أبو بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. Ebu Bekrin ma poshtë. Do të thonë koka e Ebu Bekrit Sidikut vjen te supët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. سيدنا عمر عند كتف سيدنا أبو بكر. Omer ibn Khattabi gjithashtu është i vorrosur dhe që koka e Omer ibn Khattabit vjen te supët e Ebu Bekrit. Është vorros pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e Aisha radhiyallahu ta'ala ka fjetën, do të thonë pjesën në këtë pjesën tjetër të dhomës. Do të thonë që Aisha radhiyallahu ta'ala kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fletën afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, afër varrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj është ka vdekën Ebu Bekri, baba i Aishës është vorros aty, e Aisha radhiyallahu ta'ala ka fletën ku ata tash i vorrosën, do të thonë Omer ibn Khattab. بعدين Pastaj do të thonë Aisha radhiyallahu anha çat vend ku është Omer ibn Khattabi i vorrosur e ka rujt për veti. Ka pas dëshirë të vorroset aty afër babës vet dhe burrit të saj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po Omer ibn Khattabi ka vdekën para Aishës dhe ka marrë leje prej Aishës që të vorroset afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Abu Bekrit dhe Aisha e ka leju. Për këtë arsye Omer ibn Khattabi pasi që është vorros në dhomën e Aishës, atëherë Aisha radhiyallahu ta'ala dhe në dhomën e saj nuk ka zbulu, ambulu për nder, do të thonë që Omer ibn Khattabi apo dhe për turpin që e kanë pasur në atë kohë. Do të thonë edhe pse Omer ibn Khattabi ka qenë i vdekur në varr, Aisha radhiyallahu ta'ala në dhomën e saj ka nejtë mbulume. Për këtë arsye do të thonë ka fletën në këtë vend të zbrasta, kupton? E mbulume. Do të thonë që kjo që në gjirën e Orgovant apo kaf që pe shifni, është një mur që e kanë ndërtuar Omer ibn Abdulazizi në formë të një 5 kançi, nuk e ka bërë 4 kançi, mos t'i përngjon qabës që të vinë njerëz dhe të bëjnë tavaf varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kur jemi te ai vendi zbrast, Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka pas dëshirë të vorrosat aty. Mirë po pasi që ka ndodhur
një sprovë në mes Aishës dhe Aliut radiallahu an. Për ata Aisha radiallahu ta'ala anha ka thonë kur të vdes une më varrosnin në Baqi, për shkak se pasi që e kam thi një urdhër apo një dëshirë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do ta shpjegoj më çe për shkak mos prej se ki më shumë. Kjo është dhoma e Fatimës. A gje domethënë edhe këtu, apo shihni? Faktikisht e kupton, domethënë kjo kubja e gjelbërt e mbulon gjithashtu edhe dhomën e Fatimës. Po më thotë kena bën jashtë që t'ja shpjegojmë domethënë se si është duk. Kjo është apshatati ku pe ban me dritë. Kjo është vendi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fal namaz natë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën asgju dhe ka shku në qatë vend pas dhomës së Fatimës dhe ka bon namaz natë. Që sa i thojnë a kupton bache xhennetit. Me ngjyrë do me thonë që janë të gjelbërt, si shpedini, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mes dhomës time, do me thonë dhomës të Aishës, edhe mimberit është një bache prej bacheve të xhennetit. Mrena, kupton, kësaj bache janë 6 shtilla, po direkt. Kjo është, kupton, do me thonë, e mërtohet si shtilla e shtratit, e krevekt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a përshet që ati ku përban me dritë, që ati pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e nëse i thojnë shtillat e shtratit, për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ati e nënte shtratin, një tikaf kur hinte. Do me thonë, pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas roje, edhe për ata i thojnë asaj shtillja e rojës, për shkak se roja ka nejt në qatë vend. Kurse që atje kupton shtilla e delegacioneve që kanë ardhur misafirve. A kurse misafirët që vishin prej vendeve, pejgamberi në qatë skaj i takonte. Që atje është kupton shtilla e Ebu Lubabës. Ebu Lubabe ka qenë njëri pris i vendit të cilët kupton gjendet sot Riyadi dhe ka ardhur për ta mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidh në qatë shtillë. Edhe pastaj kupton për çdo ditë kur ka shkuar në mëngjes, e ka pa Ebu Lubabën dhe i ka thonë si e ke gjendjen e Ebu Lubabe? Ka thonë ja Rasulullah, nëse e fal, ti ja kupton je bujar, nëse mbyt di se kam vllaznis talon gjakin tem. Edhe ditën ditë edhe tretën ditë, derisa Allahu zotxhel ja zgjeron gjoksin dhe e pranon Islamin. Pasi që ta pranon Ebu Lubabe Islamin, thotë ja Rasulullah nis për Mekke. Ma lejon të shkoj, domethënë të baj umra dhe ka shkuar në Mekke, pastaj ja kanë ndalu Ebu Lubabe tregtin krejt mushrikëve. Ka thonë vallahi niko grunë se në kaloni ka ne pa lejen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kanë ardhur mushrikët e pejgamberit Allahut, kanë marrë leje që t'i japë Ebu Lubabës që të bëjnë tregti për ndryshe, po vdesin prej undësisë në Mekë. Ebu Lubabe për ata quhet për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të çat shtillë ka lidhë Ebu Lubabë. Kjo është shtilla e Aishës radiallahu ta'ala anha. Pse quhet shtilla e Aishës? Quhet shtilla e Aishës për shkak se Aisha radiallahu ta'ala anha e ka lajmëruar Abdullah ibn Zubayr se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çat vend afal. Abdullah ibn Zubayr ka qenë emitues, të cilën e ka përcjellën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam më shumë dhe është fal në çat vend. Është falën Abdullah ibn Zubayr shumë çat vend për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a fal çat vend dhe ka marrë emrin e Aishës se Aisha kon ajo e cila i ka njoftuar domethënë se më shumë ku a fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami. Çati ku për preka, pse? Ka qenë një trung i hurmës, që shtam pak më parë. Vetëm ki po thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka marrë fillimisht hutbën, e ka marrë çati mbështetën me dorë te ki trungu i hurmës dhe ka ligjeru. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka ndërtu mimberin, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domethënë e ka nxjerrën, na kupton si shtam pak më parë. A peshevni që ke ngjyrën na kupton e portokallt? Si shpeshevni që ngjyrën e portokallt, ha? Këto janë na kupton madhësia apo ato kufit e xhamisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në vitin e parë të hijretit dhe dytin. E këto ngjyra e portokalltë është vendi që ka qenë mbulum. Kurse ato të bardhë të në fund ka qenë vendi zbulum. Do të nuk ka konën për me nuk ka pasën plafon. Pa plafon që ka qenë që ato të bardhë. Kurse këto të cilët janë ngjyrë të portokalltë ka qenë mbulum. Kjo hapësirë. Në vitin e 7 të hijretit ta tham se u zgjeru xhamia. Apo, në vitin e 7 të hijretit e kanë zgjeru xhamin. E ka qenë deri çetun. Kiton për para nuk ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e zgjeru. Po në vitin e 7 të hijretit kejt çajo mallësia ka qenë në xhamias, pra ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe xhamia ka qenë në këtë sipërfaqe. Piqet kur po me drit deri në fund. Kjo ka qenë
kjo ka qenë madhësia e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Omer ibn Khattabi që këtë përpara ka zgjeru. نعم هذه هنا حجرة حفصة Që atë janë dhoma e Hafsës që thamë, kur nalën dhe japin selam. هي توسعة Kjo ka qenë në vitin e 17 të Hijretit. Kurse që këtë zgjerin përpara, për shkak që kanë thënë, ka qenë zgjerimi i Uthman ibn Affanit. Në kohën e Uthman ibn Affanit as zgjeru përpara xhamia në vitin 30 të Hijretit. Për që këtë arsye mihrabi ku falet sot e kësaj dite imami quhet mihrabi Uthman ibn Affanit, për shkak se Uthman ibn Affani është që e ka zgjeru që këtë pjesën përpara. Pas 30 të Hijretit askush nuk e ka zgjeru xhamin përpara. Për këtë arsye domethënë quhet mihrabi i Uthman ibn Affanit. هذا باب السلام Dhe këtu a dera që quhet dera e selamit. Do të thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht çati u fal, gjithnjë fal çati. A pse mihrabin ku? Edhe gjithashtu në gjithë me ata e ka majt hutbën. Kurse pasi që e kanë marru mimberin ka, atëre këtu e ka majt hutbën, pastaj ka shkuar në gjë dhe e ka fal namazin. Mihrabin e këtu. Do të thonë në kohën e Velid ibn Abdul Malikit, pasi që Omer ibn Abdul Azizi ka qenë mbikëqyrësi i Medinës, kohën e Velid ibn Abdul Malikit, që e kanë pasën khilafetin e tyre, qendrën e tyre kanë pasën Sham. Omer ibn Abdul Azizi ka qenë në atë kohë, kupton, kujdestar apo përgjegjës administrator i Medinës. Për këtë arsye domethënë që gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gjithë kanë vdekur. Gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të gjithë kanë vdekur, edhe për këtë arsye i kanë rënu, i kanë prish ato dhomët e grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë zgjeruar ato nga ona e lingjës xhamin, e kur e kanë xhanuar xhamin në onën e lingjët normal se ka me hi vorri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I vorrosëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhoma e Aishës tash nuk ka as derë e as dritare. Pra nuk mundet kërkush tash mi pa varrezët. As të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as të Abu Bekrit, as të Omerit, se nuk ka as derë e as dritare. Siç thamë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht do të thonë nuk ka pas mimber. Edhe ka qenë i trung në formës të këtij, sikur që janë këtu. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ligjeru çështu e ka kap. Do të ka nu dorën këta është mall. Dhe ka ligjeru, ka marrë fjalim. E pasi që thamë të mimet dari e kanë ndërtuar, kupton ato mimberin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka i mimber dhe kia ka nis me çajt. Çajtmen e çeti trungit e kanë dëgju këtë xhamoti. Dhe ka zri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përgëdhel sikur që e përgëdhel fëmijë. Dhe i ka thonën, a po ke dëshirë me qenën prej pemëve të xhennetit? A ke dëshirë, do të thonë që është pemëve të xhennetit, apo ke dëshirë, do të thonë që të jetojsh në këtë dunjë vetëm të jesh pemë e kësaj dunjos. Kjo ka zgjedhën të jetë pej pemëve të xhennetit dhe ka hesh. E pastaj e kanë nxjerrën jashtë, disa thonë e kanë vorros, disa thonë ka jetuar një kohë gjatë, e pastaj do të thonë është kalbe kështu me radhë. Kryesore do të thonë që kjo ka qajt për shkak se nuk pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thonë nuk e prek, apo nuk mbahet në ta. Kjo është një trung që ka qenë në kupton ku gjendet sot, do të thonë gjendet mirabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që ja falen, a kupton, afër këtij trungit një lloj trungi i hurmës i këtë. لكن ليس هو هذا الجسم Lesa, nuk është ki, po thot. Sa ona e lingjës, a kupton, domethënë që ka qenë ngushtë. Edhe sot e kësaj dite nuk ka zgjerim të madh. Për këtë arsye domethënë që kur janë detyruar me zgjeru xhamien, e ka përfshin edhe vorrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shkak se ne ekin vorrin e pejgamberit tash ma kupton me çitë të rrugë. Kjo është, kupton, domethënë varrezat e Baqias, si sot e kësaj dite di. Edhe i thojnë Baqil Gharqat, sa? أي نعم يدفن فيه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا Që vorrosën prej kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri ditën e sotme. ولكن لأهل المدينة فقط Vetëm se për ato që vdesin në Medinë. النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يمت بالمدينة فليفعل Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush ka mundësi të vdes në Medinë, le të vdes. لأن البقيع يشفع لمن يدفن به يوم القيامة Nga se prej, domethënë veçorive të këtij varrezave është që ndërmjetson për ato që vorrosen në këtë vend ditën e gjykimit. دفن حوالي 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Afërsisht 10,000 sahabe janë të vorrosur në këtë vend. ولكن العشرة لا تعرف أماكنهم Mirë po nuk dihet se ku janë saktësisht të gjithë. عرفت عند أهل المدينة بعد القبور No? عرفت عند أهل المدينة بعد القبور بعد هذه القبور أسماءها معروفة عند أهل المدينة
Esma al-Gjemi o la? لا أسماء بعدها البعض Disa prej tërve dihet, a kupton varrezat e tyre, kurse shumicës prej atyre nuk dihen saktësisht se në cilin, vetëm se dihen që në këtë vend. نعم فهنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أم كلثوم ورقية وزينب. Këto janë, a kupton, vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tri vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Zeynep, Umm Kulthum edhe Ruqiyya. هنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Këto janë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. العباس Abbas janë, فاطمة Fatimia, وسيدنا زين العابدين Zeyn al-Abidini, محمد الباقر Hasan, وجعفر الصادق وسيدنا علي جعفر. ورأس الحسين. نعم. edhe koka e Husejnit, që e cila në kupton në Sham nuk është e vërtet, po është e vërtet se si tham në Medinë dhe në këtë vend. في آل البيت. Ja, këto janë familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të varrosur në këtë vend. سيدنا علي فيه خلاف. Për Aliun radiallahu nuk dihet saktësisht. نعم ولكن هذه رواية أيضا دفن مع آل البيت. Gjithashtu a kupton është një transmetim se dhe Aliu radiallahu është varros në këtë vend. ورأس سيدنا الحسين سيدنا معاوية أرسل به فدفن مع آل البيت. Gjithashtu a kupton koka e Husejnit është dërguar në Medinë dhe është varros në këtë vend. نعم هنا جميع زوجات النبي صلى الله عليه Që وسلم to janë gjithë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ما عدا përveç السيدة خديجة Khadijës se ka vdekur në Mekë, والسيدة ميمونة o Maimuna. في مكة. Edhe Maimuna është varros në Mekë. Këto gjithë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë vend. هنا سيدنا عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو سيدنا علي. نعم. Kjo është vllau i Aliut radiallahu an, Aqil ibn Abi Talib është djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i varrosur në këtë vend. نعم. ومعه أيضا مجموعة من الصحابة. نعم. Dhe me ta janë disa prej sahabëve. هنا قبر الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. Këto është varri i Imam Malikit نعم. والإمام نافع أيضا. dhe Imam Nafiut. يعني الإمام نافع هو إمام الإمام Imam, مالك. Imam Nafia është hoxha i Imam Malikut. نعم. هنا قبر أول من دفن من المهاجرين. Këto janë varrezat e parë prej muhaxhirëve që kanë vdekur. Uthman ibn Mad'uni, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasën vëlla për ka qumshti. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن عثمان أخذ حجر ووضعه على قبره. Kur ka vdekur Uthman ibn Mad'uni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë një guri dhe e ka nu te koka e Uthman ibn Mad'unit, çati, dhe ka thonë, "Këtë guri penoj që ta njoh varrin e vllaut të im." لذلك أخذ المسلمون يضعون الحجر. Për këtë arsye prej këtij rasti muslimanët e kanë marrë prej sunetit, është që me nuni guri siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo me shkujt nda dhe me bë fotografia. Për ata ku ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjali Ibrahimi, i vogël që ka qenën, 2 vjet që i ka pasur, siç e dini apo 3, kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku ta varrosmi Ibrahimin, ka thonë varrosne afër Uthman ibn Mad'unit vëllaut tim. Këto janë, a kupton, varrezat e dëshmorët të Harras, siç e dini kanë ndodhur në fitnë edhe kanë vdekur shumë sahabë. الصحابة الذين قتلوا في عهد يزيد بن معاوية عندما رفضوا البيعة لسيدنا يزيد فقتل عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Do të thonë kjo janë, a kupton, shahidat e Medinës që kanë vdekur kur s'kan pranuar që t'ja japin besën besatimin Yezid ibn Muawiyah, se kanë pranuar si halifut. نعم هنا قبر عثمان بن عفان. Çajja është varri i Uthman ibn Affanit. سعد بن معاذ. Çajja Sa'd ibn Muadh, njëri prej sahabive që është dridh arshi i Allahut me vdekjen e tij. أبي سعيد الخضري رضي الله عنه. Çajja është varri e Abu Sa'id al-Khudriu, transmetuesi i haditheve të shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. والقبر الذي ينسب إلى السيدة حليمة السعدية أيضا مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. Edhe gjithashtu thuhet se edhe varri i nanës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do Halimës që i ka dhënë qumsh. نعم. هنا عمات النبي صلى الله عليه وسلم. Se ka pranuar Islamin, Halime Saadie, domethënë ka qenë në qumsh që i ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj bashkë me burrin e saj ka pranuar Islamin dhe kanë bërë hijret, edhe ka vdekur domethënë atje varrit. هنا عمات النبي صلى الله عليه وسلم. Këto janë hallet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. عاتكة وصفية. Atike dhe Safia. نعم. Safia që e dini e ki pasisht njën që ka qenë trimëresh, që e ka mbyt Jahudijën, a kupton me ditë më shumë, që e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Khandekit, a kupton, e ka lanë gratë me një vend, edhe ka arë një qifut, ka dash në ki pasisht qikoja, kupton se a ka burra, s'ka burra, nëse s'ka burra, të luftoj me gratë. Edhe Safia, kur e ka pa, e ka morë një slups, edhe amshem as deri, kur ka qifut, ja kam shumë këm krejes dhe ka mbyt. طيب لماذا عثمان بعيد؟ كل الحجاج يسألون لماذا عثمان بعيد؟ باسم بسبب عثمان بن عفان على طيب عثمان سيدنا عثمان كان عنده
يعني فلوس كثير ما شاء الله. E. Osmani ibn Affani ka qenë I pasur, نعم. فاشترى هذه الأرض. Dhe ka bletë qatë tokë. فحتى تصبح في يوم من الأيام جزء من البقيع. Që të bëhet një ditë prej ditëve pjesë e Varrezë. Varrezë kanë qenë këtu. Pra më ndodhë thonë kanë arritë atje. E ka bleja gjë që të bashkangjitën këto vorë. هذا كان مقصود سيدنا. Kjo është qëllimi I Othman ibn Affanit e jo qëllimi domethënë që thoi se kanë qitë një çishtake ku ishin vorrosur mes mua dhe Othmanit janë banor të xhenetit. Nuk ka transmetim të vërtetë. بعض العلماء أيضا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم. Disa dietarë thonë ke parasysh se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është vorrosur me Abu Bekrin dhe Omerin. Siç e keni pa një vend aty është I zbrat. Disa thonë se çata ka mu vorros Isa ibn Meryemi ku zbrite. Po me rëndësi Abu Bekri dhe Omeri janë vorrosur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Othman ibn Affani ofër pejgamberit në Baqi. Gjithashtu thot prej nderave që Allahu subhanahu wa taala ka bën, gjithashtu dhe Aliut ja ka mundsuar që të vorrosë këto që qenë zavensit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam afër pejgamberit gjithashtu edhe të vorrosur. في سؤال؟ هل يساعد الإنسان؟ Do të thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bën dua që të jetë ky vend ndërmjetësues për ata që vorrosën në këtë vend. مكان مبارك. Edhe ne pyeta domethënë si ka mundësi pi atë kohë, kupton pa u zgjeruar vendi gjithë ato muslimanë që beqevnin pa çdo namazi ka 10, 20, 30 veta, kupton që vdes. Si ka mundësi këtë vend për shkak se kupton këto varrezat, domethënë pas 4-5 vetëve çdo vorr gjithashtu çelët, edhe shtinje tjetër I vorrosur për shkak se toka një veçuri gjithashtu disa dietarë shahojnë e ka se I kal shpejt trupat e njerëzve. Kjo vend. Për këtë arsye domethënë ka mundësi të pranojë shumë musliman, edhe kjo është kupton domethënë për nder që Allahu subhanahu ja ka bën muslimanëve atyre që janë mundson Allahu mu varros inshallah Allahu na mundson. هكذا تفتح كل بعد فترة تفتح. Dhe pas çdo kohë kupton domethënë që çelët. Kjo quhet akoton një betejë që ka ndodhur, një luftë që ka ndodhur, quhet betejë e Uhudit për shkak se ka ndodhur në këtë vend afër kodrës së Uhudit. Kjo është Uhudi është një kodër prej kodrave të xhenetit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kjo është Uhudi që e dojmë dhe na don. Sikur që dim se edhe në Medinë është një kodër prej kodrave të zjarmit. Në këtë betejë numri I muslimanëve ka qenë afërsisht 1000. Ndërsa numri I mushrikëve ka qenë 3000. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë pi Medinës dhe ka kalu një natë ka bujt në këtë vend, që ka emrin xhamia Darr. Në kohën e Omar ibn Abdulazizit këto vende kanë ndërtu xhamia, që ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bujt apo e ka kalu fshatori I tij apo që do të vizitojmë disa xhamia do të tregoj. Këtu në këtë vend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën e parë e ka kalu pasi që ka dalë në Medinë drejtuar në luftën e Uhudit. Do të thonë derisa ka dalën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ata kanë qenë 1000 musliman. Në mesin e rrugës janë kthi munafikët. Abdullah ibn Ubay Seluli dhe me parinë e tij. Ka thonë s'ka luftë këtë ditë. Do të thonë se dhe ka thonë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka konsultuar me burra, po është konsultuar me fëmijë. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka konsultuar sahabët. A dalmi ne, ka thonë të prit me armikun apo të presmi që të vinë në Medinë. Ka qenë mendimi I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabëve të mëdhej, mendimin e kanë pasur me qëndruar në Medinë. Kurse këta të rit ka thonë jo, ka thonë srrim ka po dalmi atje I presmi, për shkak se këto s'kan marrë pjesë në betejën e Bedrit, edhe kanë pas dëshirë sa më shpejt takohen me armikun. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë mendimin a kupton e trive. Do të thonë 1/3 e ushtrisë ka kthie Abdullah ibn Ubay Seluli dhe kanë met me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam afërsisht 700 ushtar. Kjo rrugë e ka emrin a kupton Sejdu Shuhada, do të thonë rruga e zotnive të xhenetit ose shehidëve. Që kjo rruga është, e kupton, pse? Çajë kanë qenë kompët e mushrikëve, që kanë ardhur dhe janë vendosur aty. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse s'ka shku drejt? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka shkruar, e kupton, te kodra e Uhudit drejt. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku gjatë tas pak derisa mos ta shef armiku dhe a vendos në çat vend. Ç'peshim. Para se me e pa armiku, do të thonë armiku nuk e ka pa. Pse ka zgjedhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë vend? Për shkak se e para prej atij për shkak se numri I ushtrisë ka qenë pak. Me veti kanë qenë afërsisht 700. Këtu e ka kupton armikut janë kon 3000. Kjo është kupton do të thonë një numër shumë I madh. Për këtë arsye nëse ka nevojë mu tërheqën, e ka planifikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ka nevojë tërheqet në vend të lartë, që s'mundet me mrrin armiku. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka renditën ushtrinë aty mes di kodrave. Një kodra e Uhudit edhe një kodër e vogël, domethënë që I quhet kodra Rumat. Shigjetarëve.
Për këtë arsye s'ka met prej mushrikëve, kupton vend, vetëm se të nështrohen në atë të cilën e kupton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë planifikuar. Fillim, domethënë sulmi ka qenë me kuaj. Khalid ibn Walidi në atë kohë ishte musliman. Për ata ka qenë gjallta, ka qenë në komandën e Khalid ibn Walidit. E kurse është Majta dhe Ikrima nuk ka qenë musliman, pastaj ka pranuar Islamin, ka qenë komandën e Ikrime, gjallit e Abu Jehlit. Këto ditë para Islamit normal. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çket kodra, kupton, i ka renditën 50 gjuetar. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë këtij mos shloni këtë kodër, pa unë parasysh se fitojmë ne apo dështojmë. Për ata Khalid ibn Walidi e ka ditë se vetëm mënyrë që mundet me arritën këtë pjesë, pse kuajt po. Mirë po megjithatë qëndrimi aty në këtë kodër nuk i kanë lënën mu afru këndej. Për ata usulmi ka fillu me kuaj. Para muslimanët ta kupton i kanë kundërvij, kanë rezistuar me shigjeta. Për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kuajt s'mund të qëndrojnë shigjetën. Për ata muslimanët ta kupton shumë shpejt e kanë fituar betejën. Për ata që janë tu hik ato po hikin. Për ata muslimanët shpejt filluan të mbledhen, a kupton atë plaçkat e luftës. Për ata kupton ato shigjetarë që kanë qenë këtu kanë ndryshuar. Disa kanë thonë për aty duhet me zbritë të ndihmojmë me na mi mbledh plaçkat e luftës. Disa kanë thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porositur që mos ta shloj. 40 prej atyre kanë zbritur, kanë qëndruar vetëm 10. Khalid ibn Walidi ka qenë strateg, edhe ka ardhur pikë ton. I ka mbyt të 10-it. Për çka e kupton ka ardhur për mas, për shpinë dhe i ka sulmuar. Dhe ka filluar betejë edhe për s'ditë. Në këtë betejë është mbyt Musab ibn Umairi, domethënë thirrsi i parë që ka ardhur në Medinë prej Mekë. Musab ibn Umairi ka përgjigj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për ata, kupton ai që e ka mbyt Musab ibn Umairin, ka thonë e ka mbyt Muhammedin. Për ata është përndar lajmi se ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe është mbyt. Disa prej tyre kanë lënë luftën. Ka thonë mos janë mbyt pejgamberi Allahut, ka thonë pse të luftojmë. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thirr. Dhe janë tuvu për së ditë. Dhe ka filluar betejë dhe janë mbrojnë afërsisht 70 prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të gjithë janë konë të mbrojtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tërheq të ka shkuar në kupton në atë vend ka shpellë, ka pushuar aty dhe ka fal drekën dhe ikindien në çat vend. Dhe ja ka fal namazin e dëshmorëve. Kjo është një lugin që i quhet Kana. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka lënë lugin, do të thonë që ka qenë aki pasisht në formë të lumit, mi po e thot, ka qenë në këtë mënyrë. Hamza a mbyt në çket vend. Për çka se kupton Hamza ka mbyt shumë mushrik dhe ka qenë i fuqishëm. Mirë po kupton ka dalën të shndron abdestin. Edhe aki pasisht do të thonë që ka ardhur Wahshiu dhe e ka mbyt. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke u kthy pe Uhudit ka pushuar në këtë vend. Për ata ka ndërtuar një xhami dhe quhet xhamia e pushimit. Thuhet që çeto, kupton dëshmort janë vorros fillimisht aty në këtë vend. Kur po ban me dritë. Për këtë arsye kur ka ardhur një shi dhe ka ardhur ujë, edhe i ka zbuluar disa varreza të sahabëve. Për këtë arsye domethënë është mbyll shtrati e kupton i këtij lumi dhe a çel në këtë çetrënon. Që ka mbyll në ton. Gjithashtu në këtë vend ka qenë një grop, edhe pse nuk dihet saktësisht që ka rënë ndan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe siç dihet sa kupton domethënë ka thith dhomi e kështu me radhë. Po megjithatë thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar çajë ka pushu. Mirë po mushrikët se kanë ditë se a ka vdekur pejgamberi apo nuk ka vdekur. Ebu Bekri dhe këto të mëdhej. Dhe ka ardhur çat vend Ebu Sufjani para se me pranu Islamin, se ka qenë ai komandant dhe udhëheci i ushtrisë, sa kupton domethënë që mushrikëve. Edhe ka thonë e fiku Muhammed, domethënë a është Muhamedi mesin e ju? Pejgamberi sa ka thonë heshni mos u përgjigjni. Ka thonë Ebu Bekri a është mesin e ju? Ka thonë heshni. Ka thonë Omeri a është mesin e ju? Ka thonë heshni mos u përgjigjni. Ka thonë atëra u lartsoft ai idhuj që e kanë adhuruar ato Hubel. U lartsoft ta kupton Zoti i atinve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as po u përgjigjnia? Ka thonë si ti përgjigjemi ja Rasulullah? Ka thonë thuja Allahu është më i larti dhe më i madhi. Atëherë domethënë Abu Sufjani dhe mushrikët janë binë se këtë sahabët e mëdhoj kanë ngjall. Për këtë arsye kjo betejë nuk konsiderohet si muslimanët e kanë humbur. Mirë po kjo mësim se lënia e një urdhi të pejgamberit Allahut ka pasojë. Për shkak se lufta kryesore ka qenë, këto kanë ndeshën të sigurojnë rrugën e tregtisë që e kanë bën Mekën Sham. Të në mesin e rrugës është Medinja. Dhe për këtë arsye domethënë medinasit muslimanët si kanë leju të lirë. Ato asë ne kanë siguruar rrugën, asë ne kanë pushtu Medinën, asë ne kanë robru dëni musliman,
për këtë arsye konsiderohet gjithashtu dhe kjo betejë, kupton që muslimanët e kanë fituar dhe i kanë kthy mushrikët e pas. Mirë po, domethënë humbja e disa sahabëve është për shkak lanjes së urdhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mushrikët ku kanë hikën apo janë ndalë me një vend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku për mas një më afërsisht një 50 kilometra mas aty. Dhe kur kanë kuptuar se pejgamberi sa pi vend mas ato kanë ikën, kupton, dhe kanë shkuar në Mekë. Domethënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 50 kilometra ka dalë pi Medinës, duke shku mas aty me mushrikëve, ato kanë ikën dhe kthyn pejgamberi sallallahu وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة